Këtë vit mesazhi ynë ka qenë mirëqenia fillon nga familja. Dhe besoj se të gjithë bijem dakord që familja mbetet vendi ku fillon edukimi, mbështetja emocionale, siguria dhe zhvillimi i çdo individi. Në familje mësojmë vlerat e para, komunikimin, respektin, dashurinë, solidaritetin dhe përcjellje të gjitha këto vlera, rast pas rasti e ditë pas dite në komunitet dhe në gjithë shoqërinë. Sot familjet përballen me shumë sfida, ritmi i shpejtë i jetës, vështirësitë ekonomike, emigracioni, ndikimi i teknologjisë, mungesa kohës cilësore me njëri tjetrin dhe mbi të gjitha sfidat e shëndetit mendor. Pikërisht për këtë arsye, është shumë e rëndësishme që të krijojmë hapësira të përbashkëta të shëndetshme e reflektimi. Kjo konferencë synon të vendosë në qendër rëndësinë e komunikimit në një familje të shëndetshme, sepse komunikimi është ura që mban të bashkuar familjen. Një familje që dëgjon, kupton dhe mbështet njëri tjetrin, krijon fëmijë të sigurt dhe një komunitet më të fortë. Gjatë kësaj jave, të gjitha njësitë administrative kanë përjetuar së afërmi festat dhe energjinë pozitive të bashkëpunimit, dëshirën e komuniteteve për të qenë pranë familjes. Kjo na motivon të vazhdojmë të investojmë në politika dhe aktivitete që forcojnë mirëqenien sociale dhe përfshirjen komunitare. Në emër të Bashkisë Shkodër, dëshiroj të falenderoj të gjithë partnerët, institucionet, në mënyrë të veçantë shkollat, qendrat komunitare, organizatat dhe çdo person që kontribuoi në organizimin e javës së familjes dhe të kësaj konference. Le ta vazhdojmë punën së bashku, siç e kemi nisur, siç e bëjmë çdo ditë, në të mirë të gjithë komunitetit. I cili do të shkova në mjek. Dhe zgjedhja e tij ishte mjek të mos si rast ku mas vizitës si të mund si shkoj. A gjete në i tërman për situatën, për problemin. Një këna një mjetoj, pavarësisht se burrat nështë se shprehin edhe përjetojnë, ka një mesazh që përqohet. Unë jam dërguesi, Jasmina, sigurimi i buksvoj, strehimi, shkolla, gjona të më thënë të cilat janë jashtëzakonisht të rëndësishme, shumë thelbësore. Në punën tonë të përditshme, familja është në qendër të çdo ndërhyrje sociale. Pas çdo shërbimi, pas çdo rasti të trajtuar, pas çdo politike sociale, qëndron një familje që ka nevojë për mbështetje, për orientim, për siguri dhe për mundësi. Sot jetojmë në një kohë me zhvillime të shpejta sociale dhe ekonomike, ku familjet përballen me sfida të shumta dhe komplekse. Kemi familje që përballen me vështirësi ekonomike, prindër që përpiqen të balancojnë jetën personale dhe profesionale me kujdesin ndaj fëmijëve. Të rinj që përballen me pasiguri dhe presione sociale, të moshuar që jetojnë në vetmi, si dhe familje që kanë nevojë për mbështetje psikosociale, edukative dhe komunitare. Në shumë raste, familja nuk ka nevojë vetëm për një ndihmë ekonomike, ajo ka nevojë për dëgjim, për orientim, për shërbime pranë komunitetit, për mbështetje emocionale dhe për institucione që bashkëpunojnë për të parandaluar problematika sociale përpara se ato të thellohen. Pikërisht për këtë arsye, puna e Bashkisë Shkodër dhe e strukturave sociale është fokusuar jo vetëm tek reagimi ndaj problematikave, por tek parandalimi, fuqizimi dhe ndërtimi i komuniteteve mbështetëse për familjen. Përmes qendrave komunitare për familjen, shërbimeve sociale në terren, bashkëpunimit me shkollat, me organizatat, me institucionet partnere, kemi punuar për qenë më pranë familjeve në nevojë, për të krijuar hapësira mbështetëse, për prindërit dhe fëmijët, si dhe për të rritur përfshirjen sociale në komunitet. Shërbime sociale sot nuk mund të kuptohen vetëm si asistencë, si ndihmë. Ato janë investim në mirëqenie, në parandalim, në edukim, në ndërtimin e një shoqërie të shëndetshme dhe më solidare. Një rëndësi të veçantë në punën tonë zë dhe fuqizimi i rolit të prindërimit pozitiv.
Në një kohë ku komuniteti dhe komunikimi brenda familjes shpesh sfidohet nga mungesa e kohës, nga përdorimi i teknologjisë, nga ritmi i jetës, është e rëndësishme të rikthejmë vëmendjen tek dëgjimi, tek mirëkuptimi dhe tek mbështetja reciproke që duhet t'i japim njëri tjetrit brenda familjes. Që nuk i sjellin zgjidhje. Prandaj dëgjimi është thelbësor. Prirja jeme, prirja jon është si tysh që hala pa marrë fjalënia është jashtëzakonisht e rëndësishme. Që do të thotë, a mund të bëjmë një pakt të përmendni gjurvajzën, ndërkohë që ka nevojë, por pash përqendrime, se sa bëjmë dhe me sikur po kalojmë. Me kanë ofër me qëllim minimin për atë nështë një shqetësim, apo thjesht me qëllim kuptojmë një gjë. Nuk e kuptojmë shumë mirë, nëse ne kena qëllim në vetvete, ne kena të përkatore. Krijon konfuzion edhe pasiguri. Individi nuk e din që me të vërtetë ti e çmon edhe se ne kemi pritshmëri të larta për tjetrin. Domethënë pritshmëritë tona për tjetrin mirë dhe ja bëjmë gjetje një tjetër shumë nuk kena shumë përplasje, pra shko sa çdo gjë shkon mirë. Realisht ne jena të nderuar për kërkesën që na ka bërë Linda, faleminderit sa një kërkesën me realizu këtë këmë se jena qifti që kena komunikimin perfekt, sepse as kërkush nuk është perfekt, por jena këtu sepse kena në zemër me ndo ato gjana që jenë përkohën të perspektive jute, kush gjenë gjitëse në nga diktojnë. Sa i takon martesës e familjes. Edhe për vinë. Kur vinë tujt, atëherë kupton që s'ke bërë 25 vite bashku, drejt 26-ës, sa i takon studimeve sociologjike e tjetër, po nuk po sjellin një leksion sot, duhem me nda me ju disa gjana që ne konsiderojmë si zemra, aty ku ka burë të çmuar, dhe shtojmë më shumë burë të çmuar. Aty ku ka ndoshta aftësi jetësore ose pikpamje që mund të mbrehet pak. Por është shumë e rëndësishme me gjeta kritën e përbashkët. Edhe në qipë se ti nuk i shprej gjana, si tu foli, ishte një periudhë që s'po fliste. A dim se ata